Kapitulli 8. Ferma e kafshëve. Disa ditë më vonë, kur terrori i shkaktuar nga ekzekutimet u kapërcye, disa nga kafshët thanë se mbanin mend, ose së paku mendonin se mbanin mend, se urdhëresa e 6 thoshte asnjë kafshë nuk duhet të vrasë një kafshë tjetër. Dhe megjithëse askujt nuk janë ndjente të përmendta atë në prani të derave apo qenve, kafshët ndjenin se vrasja që ndodhi nuk përputhej me këtë. Clover i kërkoi Benjaminit t'i lexonte urdhëresën e 6 dhe kur Benjamini si zakonisht tha se ai nuk donte të përzihej në punë të tilla, ajo thirrri Murielin. Murieli e lexoi urdhëresën për të, e cila thoshte: asnjë kafshë nuk duhet të vrasë një kafshë tjetër pa arsye. Në një farë mënyre, dy fjalët e fundit nuk u ishin ngulur në kujtesë kafshëve. Por ato e pan tani se urdhëresa nuk ishte shkelur, për shkak se ishte e qartë se kishte një arsye të fortë për të vrarë tradhtarët që ishin bashkuar me topin e dëborës. Përgjatë atij viti, kafshët punuan edhe më fort nga sa kishin punuar vitin e shkuar. Të rindërtoje mullirin me mure 2 herë më të trashë se më parë dhe ta përfundoje atë në ditën e caktuar bashkë me punët e zakonshme të fermës, kjo ishte një lodhje e stërmadhe. Kishte raste kur dukej sikur kafshët po punonin me orare edhe më të gjata dhe po ushqeheshin një më mirë nga sa ishin ushqyer në kohën e Jonesit. Mëngjeseve të së dielave, zëmpreti, duke mbajtur një shëri të gjatë letre me 2 thundraken e tij, lexonte një listë me shifra që vërtetonin se prodhimi në secilën kategori të ushqimeve ishte rritur me 200%, 300% apo 500% sipas rastit. Kafshët nuk kanë arsye për të mos e besuar atë, veçanërisht për shkak se nuk ishin në gjendje të mbanin mend saktë se si kishin qenë kushtet para kryengritjes. Megjithatë, kishte ditë kur kafshët e ndjenin se do të pëlqente të kishin më pak shifra dhe më shumë ushqim. Të gjitha urdhat tani jepeshin përmes zëmpretit dhe një prej derave të tjerë. Vet Napoleoni nuk shfaqej në publik, veç se radhë. Edhe kur shfaqej, ai ishte gjithmonë jo vetëm në shoqërinë e zakonshme të qenve, por edhe nga një kaposh i zi i cili mashonte para tij dhe funksiononte si një tip trombisti, duke i dhënë një kakarisje me zë të lartë, kikirikiko, para se Napoleoni të fliste. Edhe te vila thuaj se Napoleoni banonte në apartamente të ndara nga të tjerët. Ai hante vetëm me 2 qenë që i shërbenin dhe gjithmonë hante duke shërbyer në takëmet Crown Derby, të cilat kishin qenë në një dollap xhami në dhomën e ndënjes. U shpall gjithashtu që çiftja do të përdorej për të qelluar çdo vit në ditëlindjen e Napoleonit, përveç 2 përvjetorëve të tjerë. Napoleoni tani nuk i referoheshin më thjesht si Napoleon. Ati gjithmonë i drejtoheshin në stilin formal si udhëheqësi ynë, shoku Napoleon. Dhe derat pëlqenin të sajonin tituj të tillë si babai të gjithë kafshëve, terrori i njerëzimit, mbrojtësi i deleve, miku i patave e të tilla. Në fjalimet e tij, zëmpreti fliste me lot që i rrinin në faqe për mençurinë e Napoleonit, mirësinë e zemrës së tij dhe dashurinë e thellë që ai kishte për të gjitha kafshët gjithkund. Madje, veçanërisht për kafshët e palumtura që vijonin të jetonin në ignorancë dhe skllavëri në fermat e tjera. Ishte bërë e zakonshme që t'i njihej Napoleonit meritja për çdo lloj arritje dhe çdo lloj ngjarje fatlume. Shpesh mund të dëgjoje një pul që i komentonte një tjetre: unë në udhëheqjen e udhëheqësit ton, shokut Napoleon, bëra 5 vezë në 6 ditë, ose lopët, ndërsa shijonin ujë në pellg bërtisnin. Fal udhëheqësisë së shokut Napoleon, sa shkëlqyshëm shijon ky ujë. Ndjenjat e fermës u shprehen në një poemë të titulluar Shoku Napoleon, e cila u kompozua nga Minimusi dhe ishte si vijon: miki i jetimëve, shatërvani i lumturisë, zoti i lugjeve të ushqimit, o si gëzon shpirti im kur unë shoh sytë e tu të qeta komanduese si dielli në qiell, shoku Napoleon. Ti dhënësi të gjitha krijesave që i do, të mbush barkun 2 herë në ditë, kashte pastër për t'u shtrirë. Çdo kafshë e madhe apo e vogël flen e qetë në stallën e vet. Ti ruan për të gjithë ne shoku Napoleon. Nëse do të kisha një gic dhe ai do të rritej i madh edhe si një oklaj, ai do të mësonte të jetë besnik dhe i vërtet, por belbëzimi i tij i parë duhet të jetë shoku Napoleon.
Napoleoni e miratoi këtë poemë dhe urdhëroi që ajo të shkruhet te muri I haurit të madh në anën përballë 7 urdhëresave. Ajo shoqëroi me një portret të Napoleonit në profil, I cili u realizua nga zëmpreti me bojë të bardhë. Ndërkohë, përmes personit të Wimpeterit, Napoleoni ishte angazhuar në bisedime të komplikuara me Frederikun dhe Pillingtonin. Stiva me trugje nuk ishte shitur ende. Nga të dy, Frederiku ishte më në ankth që ta merrte atë, por nuk ishte në gjendje të ofronte një çmim të arsyeshëm. Në të njëjtën kohë pati thashë theme të reja se Frederiku dhe burrat e tij po komplotonin për të sulmuar fermën e kafshëve dhe për ta shkatërruar mullirin, ndërtesa të cilës ishte shkaktuar shumë xhelozi atij. Topi Dëborës dihej se ishte ende duke vegjetuar në fermën e gërshërës së mpret. Në mes të verës, kafshët u alarmuan kur dëgjuan se 3 pula kishin pranuar fajin, se të frymëzuara nga topi Dëborës kishin hyrë në një komplot për të vrarë Napoleonin. Ato u ekzekutuan menjëherë, ndërsa masa shtesë u morën për sigurinë e Napoleonit. 4 qenë ruanin krevatin e tij çdo natë, një në secilin cep, ndërsa një derë I ri me emrin Pinky mori detyrën të promovonte të gjithë ushqimin para se ai të hante në mënyrë që të mos helmohej. Në të njëjtën kohë, u tha se Napoleoni kishte rënë dakord t'ia shiste Steven me dru zotit Pillington. Ai do të hynte gjithashtu në marrëdhënie të rregullta për shkëmbimin e disa produkteve të caktuara mes fermës së kafshëve dhe Zabelit të Dhelprës. Marrëdhëniet mes Napoleonit dhe Pillingtonit, megjithëse kryeshin përmes Wimperit, ishin tashmë pothuajse miqësore. Kafshët e shihnin me dyshim Pillingtonin si qenie njerëzore, por e preferonin atë shumë më tepër se sa Frederikun, të cilin njëkohësisht e kishin frikë dhe urrenin. Ndërsa vera po mbaronte dhe mulliri pothuajse po përfundonte së ndërtuari, thashë themet për një sulm të pritshëm hileqar u bën gjithnjë edhe më të shpeshta. Thuaj se Frederiku kishte në plan të sillte rreth 20 burra që të gjithë armatosur dhe me pushk, dhe se ai sa kaq kishte kaprosur gjyqtarët dhe policinë në mënyrë që nëse arrinte të merrte certifikatën e pronësisë së fermës së kafshëve, ata të mos bënin pyetje se si ndodhi kjo. Për më shumë, historitë të tmerrshme po rridhnin nga gërshëra e mpret mbi mizoritë që Frederiku praktikonte mbi kafshët e tij. Ai kishte rrahur me kamxhik një kal deri në vdekje, kishte lënë të vdisnin urije lopët, kishte vrarë një qen duke e hedhur në furnalt, kishte kënaqur veten mbrëmjeve duke I detyruar gjelat të luftonin me tela me gjemba të lidhur në kthetrat e tyre. Gjaku u zjente kafshëve nga zemërimi kur dëgjonin gjëra të tilla që po u bëshin shokëve të tyre, dhe në disa raste u lërinin që të lejonin të dinin dhe të sulmonin si një trup I vetëm fermën e Federikut, të përzinin njerëzit dhe të çlironin kafshët. Por zëmpreti I këshilloi që të mos ndërmerrnin veprime të nxituara dhe të besonin strategjisë së shokut Napoleon. Pavarësisht kësaj, urrëtia kundër Frederikut ishte shumë e madhe. Një mëngjes të diele, Napoleoni u shfaq te hauri dhe shpjegoi se ai nuk kishte menduar kurrë, as edhe për një çast, që t'ia shiste Steven me dru Frederikut. Ai e konsideronte diçka të tillë poshtë dinjitetit të tij, që të bënte pazare me badakçinë të atij lloji. Pëllumbat që vijonin të dërgoheshin për të përhapur dallgët e kryengritjes u ndaluan të uleshin gjëkundit te Zabeli I Dhelprës dhe u udhëruan që të zëvendësonin sloganin e tyre të mëparshëm vdekje njerëzimit me vdekje Frederikut. Vonë atë verë, një makinacion tjetër I topit të Dëborës u zbulua. Të mbjellat me grur ishin përplot me barishte dhe u zbulua se në një nga vizitat e tij gjatë natës, topi Dëborës kishte përzier farën e grurit me far bari. Një patok pranoi para zëmpretit se ai ishte fajtor dhe menjëherë kreu vetvrasje duke gëlltitur fruta helmarine. Kafshët tani mësuan se topi Dëborës nuk kishte marrë kurrë, siç besonin se mbanin mend disa syresh, urdhrin heroi kafshëve klasi I parë. Kjo ishte thjesht një legjendë e përhapur që pas betejës së kasollës së lopëve nga vetë topi I Dëborës. Larg nga të qenë I dekoruar, ai ishte kritikuar sepse ishte treguar burracak në betejë. Edhe këtë herë kafshët e dëgjuan këtë me një dozë çudie, por zëmpreti ja doli shpejt t'i bindë se fajin e kishte memoria e tyre e dobët. Në vjesht, nga një përpjekje e sërmadhe dhe raskapitse, sepse të korrat u deshën të bëheshin pothuajse në të njëjtën kohë, mulliri I erës përfundoi së ndërtuari. Makineria ishte ende për t'u instaluar dhe Wimperi ishte duke negociuar për blerjen e saj, por struktura ishte gati.
Duke përballuar të gjitha vështirësitë dhe pavarësisht mungesës së eksperiencës dhe mjeteve primitive, fati të keq dhe tradhtisë së topit të dëborës, puna ishte realizuar në ditën e paracaktuar. Të lodhur por krenar, kafshët shëtitën përreth kryeveprës së tyre, e cila dukej tani edhe më e bukur në sytë e tyre se sa ishte ndërtuar për herë të parë. Për më tepër muret ishin 2 herë më të trasha se më parë. Asgjë me përjashtim të eksplozivit nuk mund ta rezonte atë kësaj here. Edhe kur kafshët mendonin se sa shumë kishin punuar dhe se çfarë diskurajimi ju desh të kapërcenin, dallimin e madh që ai do të mund të bënte në jetët e tyre, kur velat të fillonin të rrotullonin, e dinamët të punonin, kur mendonin për të gjitha këtë, lodhja u largoi dhe lodronin përreth mullirit duke brohuritur triumfalisht. Vetë Napoleoni bashkë me shpurën e qenëve të tij, si dhe gjeli që i hapte rrugën, erdhi për të inspektuar punën e realizuar. Ai personalisht i uroi kafshët për arritjen dhe shpalli se muri do të emërohej mulliri i Napoleonit. 2 ditë më vonë kafshët u thirrën për një takim të posaçëm në Haur. Ato u habitën tej mase kur Napoleoni shpalli se ai ja kishte shitur stivën e druve Frederikut. Të nesërmen, qerret e Frederikut do të mbërrinin për të filluar marrjen e lëndës drusore. Përgjatë të gjithë periudhës kur ai dukej se ishte në misim me Pillingtonin, Napoleoni të vërtet kishte qenë në marrëveshje sekrete me Frederikun. Të gjitha marrëdhëniet me Zabelin e Dhelprës ishin të prerë. Mesazhe fyese ishin dërguar Pillingtonit. Pëllumbat ishin urdhëruar të mos shkonin te ferma e Frederikut dhe të ndryshonin sloganin e tyre nga vdekje Frederikut në vdekje Pillingtonit. Në të njëjtën kohë Napoleoni siguroi kafshët se tashethemet për një sulm të pritshëm kundër fermës së kafshëve ishin tërësisht të pavërteta dhe se përradhat mizoritë të Frederikut ndaj kafshëve të veta kishin qenë tepër të egzageruara. Të gjitha këto tashetheme kagjasa që ishin përhapur nga agentët e topit të dëborës. Siç dukeshin punët, topi i dëborës në fund të fundit nuk ishte fshehur te ferma Gërshera e Mpret dhe në fakt nuk kishte qenë kurrë atje përgjatë gjithë jetës së tij. Ai po jetonte në luks të shfrenuar, kështu u tha, te Zabeli i Dhelprës dhe në realitet ka jetuar me paratë e Pillingtonit që prej shumë vitesh. Dera tu kënaqur shumë nga dinakëria e Napoleonit. Duke u shfaqur sikur ishte miqësor me Pillingtonin, ai e kishte detyruar Frederikun të rriste çmimin me 12 pound. Por cilësia superiore e mendjes së Napoleonit ta zëmpreti u demonstrua në faktin se ai nuk i besonte askujt, madje as vetë Frederikut. Frederiku kishte dashur të pagonte për lëndën drusore nga diçka që quhej çek, e cila dukej se ishte një copë letër që premtonte të pagonte shumën e shënuar sipër. Por Napoleoni ishte më i zgjuar se sa kaq. Ai kërkoi pagesa në bankonota reale 5 poundëshe, të cilat duhej të dorëzoheshin para se lënda drusore të tërhiqej. Sa kaq Frederiku kishte paguar dhe shuma që ai kishte paguar ishte pothuajse pa sa kushtonte dhe makineria për mullirin me erë. Ndërkohë lënda drusore po ngarkoi në qerre me shpejtësi të madhe. Kur e gjitha iku, një takim tjetër special u mbajt te Hauri në mënyrë që kafshët të inspektonin bankonotat e Frederikut. Duke buzëqeshur si shenjtor dhe duke mbajtur të dyja dekoratat, Napoleoni u pozicionua në një krevat kashte në platformë, me parat në njëra anë të bëra pirk drejt mbi një pjatë porcelane nga kuzhina e vilës. Kafshët parakaluan ngadalë duke parë secila këtë skenë. Dhe bokseri vuri hundën për të nuhatur kartmonedhat, si dhe gjëra të bardha jobince u trazuan dhe u fikën në frymarrjen e tij. 3 ditë më vonë pati një rokopujtë të tmerrshme. Whimperi me fytyrën e zverdhur erdhi në vrik përgjatë shtegut me biçikletën e tij, e hodhi atë në obor dhe vrapoi për te vila. Një çast më pas pati një ulërim zemërimi, e cila shpërtheu nga apartamentet e Napoleonit. Lajmi se çfarë kishte ndodhur u përhap nëpër fermë si zjarr. Kartmonedhat ishin fallse. Frederiku e kishte marrë lëndën drusore në shkëmbim të asgjëje. Napoleoni thirri kafshët të mblidheshin dhe menjëherë me një zë të tmerrshëm shpalli dënime vdekje për Frederikun. Kur të kapet, tha ai, Frederiku duhet të digjet i gjallë. Në të njëjtën kohë, ai paralajmëroi kafshët se pas kësaj pabesie, edhe më e keqja duhet të pritej. Frederiku dhe burrat e tij mund të ndërmerrnin sumin që pritej prej kohësh në çdo çast. Roj u vendosën në të gjitha rrugët që i afroheshin fermës. Përveç kësaj, 4 pëllumba u dërguan te Zabeli i Dhelprës me një mesazh pajtues, i cili shpresoi se mund të rikthente marrëdhëniet e mira me Pillingtonin.
Pikërisht mëngjesin tjetër sulmi erdhi. Kafshët ishin duke ngrënë mëngjes kur roja nxituan me lajmin se Federiku dhe ndjekësit e tij sa kaq kishin kapërcyer portën me 5 trar. Me shumë trimëri kafshët vrapuan për të përballur me ta, por kësaj here nuk do të kishin fitore të lehtë siç e patën pasur te betejë e kasollës së lopëve. Kishte 15 burra me 5 pushk dhe ata hapën zjarr sapo kafshët u afruan 50 metra. Kafshët nuk ishin në gjendje të përballeshin me shpërthimet e tmerrshme dhe mesaçmat me majuca dhe pavarësisht përpjekjeve të Napoleonit dhe bokserit për t'u nxituar, ata shpejt u tërhoqën të tmerruar. Disa prej tyre sa kaq ishin plagosur. Ata u shehën te ndërtesat e fermës dhe pan me kujdes nga vrimat e plasat. E gjithë kullota e tyre e madhe përfshirë mullirin ishin në duart e armikut. Për një çast edhe vetë Napoleoni dukej sikur e humbi. Ai eci lart e poshtë pa thënë asnjë fjalë me bishtin e drejtë që shkuntej nga tiket nervore. Mesazhe të dëshpëruara u dërguan në drejtim të Zabelit të Thelprës. Nëse Pilingtoni dhe burrat e tij mund të vinin për ndihmë, ata sërish mund të fitonin, por në këtë çast të 4 pëllumbat që ishin dërguar një ditë më parë u kthyen, njëri prej tyre duke mbajtur një copë letër nga Pilingtoni. Në të me laps ishte shkruar: "Mirë t'ju bëhet." Ndërkohë Federiku dhe burrat e tij kishin ndaluar te mulliri. Kafshët i pan ata dhe një mërmërim zhgënjimi u përcoll rrotull. 2 burra kishin nxjerrë një levë dhe një vare, ata po donin të rrëzonin mullirin. "E pamundur," bërtiti Napoleoni. "Ne kemi ndërtuar mure tepër të trasha për t'u prishur në këtë mënyrë. Atyra asnjë javë nuk i mjafton për ta rrëzuar." "Kurajo, shok." Por Benjamini po i vrotonte lëvizjet e tyre me vëmendje. Të dy që kishin levën dhe varen po hapnin një vrim pranë fundit të mullirit. Ngadalë dhe me një pamje sikur pothuajse po kënaqej, Benjamini tundi kokën e tij të gjatë. "Mendova se kështu do të ishte," tha ai. "A nuk e shihni se çfarë po bëjnë? Edhe pak dhe ata do të mbushin vrimin me plurë shpërthyes." Të tmerruara kafshët pritën. Tashmë ishte e pamundur të dilje jashtë strehes së ndërtesave. Pas pak minutash burrat u pan të vraponin në të 4 anët. Pastaj pati një zhurmë shurdhuese. Pëllumbat u hodhën tutje në ajër dhe të gjithë kafshët, me përjashtim të Napoleonit, u shtrin barkas dhe fshehën fytyrat. Kur u ngritën, një re e sërmadhe tymi të zi rrinte pezull, aty ku më parë gjendej mulliri. Ngadalë tymi u fashit, mulliri kishte pushuar se ekzistuari. Kur pan këtë, kuraja e kafshëve u rikthye. Frika dhe dëshpërimi që pa të ndjerë një çast më parë u mbyt nga zemërimi kundër atij akti të ulët të urryshëm. Një brit me fuqishme për hakmat rrie u ngrit, dhe pa pritur për urdhra të mëtejshme, kafshët ju sulën një trup të vetëm armikut. Kësaj here atyre nuk u bën përshtypje saçmat mizore që fluturuan mbi tosi breshër. Ishte një betejë e egër dhe e hidhur. Njerëzit që luan sërish e sërish dhe kur kafshët u afruan, i goditën me shkopin dhe me çizmet e tyre të rënda. Një lop, 3 dele dhe 2 pata u vran dhe pothuajse që të gjitha të tjerat mbetën të plagosura. Edhe vetë Napoleonit, i cili po drejtonte operacionet nga prapavia, maja e bishtit ju godit nga një saçme. Por as njerëzit nuk shpëtuan pa gjë. Patkojt e bokserit u athyen kokat disave, ndërsa një tjetër mori një brit të ngulur në bark nga një lop, një tjetër përfundoi me brek të grisura nga xhesi dhe zilka blu. Dhe kur të 9 qend e truprojes së vet Napoleonit, të cilët i kishte instruktuar të bënin një manovër pas gardit, papritur u ran njerëzve nga pas, duke lehur ashpërsisht paniku i mposhti. Ata e pan se ishin përballë rrezikut që të rrethoheshin. Federiku u bërtiti njerëzve që të iknin, ndërsa kishin ende shans edhe një çast më vonë, armiku burcak ja dha vrapit. Kafshët i ndoqën ata deri në fund të fushës dhe i dhanë edhe disa shkelma, ndërsa ata çan ferrat e gardit. Kafshët patën fituar, por ishin të dërmuara dhe të gjakosura. Ngadalë filluan të kthehen të çala drejt fermës. Pamja e shokëve të tyre të vdekur të shtrirë mbi bar u ambushi syt me lot disa prej tyre. Dhe për një copë herë, kafshët ndaluan me një heshje të trisht të vendi ku më parë gjendej mulliri. Po, ai kishte ikur, e gjithë puna e tyre ishte zhdukur pothuajse pa gjurmë. Edhe themelet ishin shkatëruar pjesërisht. Dhe në rindërtimin e tij kësaj here nuk mund të përdornin gurët të rënd si herën e kaluar. Këtë herë edhe gurët ishin zhdukur. Forca e shpërthimit i kishte hedhur ato qindra metra larg.
Ishte sikur mulliri të mos kishte ekzistuar kurrë. Ndërsa kafshët ju afruan fermës, zëmpreti i cili në mënyrë të paditur kishte munguar gjatë betejës, erdhi drejt tyre duke u spërdredhur dhe duke tundur bishtin i kënaqur. Kafshët dëgjuan nga drejtimi i ndërtesave të fermës shpërthimin solemn të një pushke. "Pse u qellua me pushkën?" pyeti bokseri. "Për të festuar fitoren tonë," bërtiti zëmpreti. "Çfarë fitoreje?" pyeti bokseri. Gjunjët i kishte të përgjakura, kishte humbur një patkua dhe një cop nga thundra, ndërsa një dyzinë mesaçme e kishte goditur në këmbën e pasme. "Çfarë fitoreje, shok? A nuk e përzumne armikun nga toka jon, toka e shenjtë e fermës së kafshëve? Por ata shkatëruan mullirin, dhe ne kemi punuar për të 2 vjet me radhë. E çfarë rëndësie ka kjo? Ne do të ndërtojmë një mulli tjetër. Ne do të ndërtojmë 6 mulli nëse na pëlqen. A nuk e vlerëson ti shok gjën e fuqishme që ne bëm?" Armiku ishte duke pushtuar pikërisht këtë tokë, mbi të cilën ne rrim tani, dhe fal udhëheqësisë së shokut Napoleon, ne kemi fituar çdo pëllëm të saj sërish. "Pra ne fituam atë që e kishim më parë," tha bokseri. "Kjo është fitoria jonë," tha zëmpreti. Kafshët ecën çal për në obor. Saçmat në lëkurën e këmbës së bokserit i thernin dhimbshëm. Ai pa përpara drejt punës së rëndë që do të duhej të bëj për rindërtimin e mullirit që nga themelet e sa kaq në imagjinat, ai e përgatiti veten për këtë. Por tani, për herë të parë, atij i vajti në mendje se sa kaq ishte 11 vjeç dhe se ndoshta muskujt nuk i kishte më aq të fortë sa më parë. Por kur kafshët pan flamurin e gjelbër duke u valvitur dhe dëgjuan armën që qelloi sërish, ajo qelloi 7 herë në total, dhe dëgjuan fjalimin që mbajti Napoleoni duke i përgëzuar për sjelljen e tyre, atyre u duk se në fund të fundit kishin arritur një fitore të madhe. Kafshëve të rëna në betejë ju dha një funeral solemn. Bokseri dhe Kloveri tërhoqën karron që shërbeu për funeralin dhe vetë Napoleoni eci në balë të ceremonisë. 2 ditë të tëra ju dhan festimeve. Pati këngë, fjalime dhe më shumë të shtëna me pushk, si dhe një dhuratë speciale, një mollë që u dha secilës prej kafshëve, me 2 karushte misri për secilën prej zogjve dhe 3 biskota për secilin prej qenve. U shpall që betejë do të quhej Betejë e Mullirit, dhe se Napoleoni kishte krijuar një dekorat të re, urdhri i flamurit të gjelbër, të cilin ja dha vetes. Në mes të gëzimit të madh, historia e pafate e kartmonedhave u harrua. Ndodhi pak ditë pas kësaj, kur derrat hasën një fuqi me whiski në qilarin e vilës. Ata nuk e kishin vënë re kur hyn për herë të parë aty. Atë natë nga vila erdhi një këngë me zë të lartë, për habinë e të gjithëve një ngatoresë me vijën melodike të këngës Kafshët e Anglisë. Nga ora 9:30, Napoleoni duke mbajtur në kokë një kapele të vjetër tubo xhaku të zotit Jones, u vure të dal nga dera e pasme, të vrapoj me galop rreth oborrit para se të kthehej brenda. Por të nesërmen në mëngjes, një heshtje e thellë mbërtheu vilën. Asnjë derë nuk u vure të lëviz. Vetëm pas orës 9 të mëngjesit, zëmpreti u shfaq, duke ecur ngadalë dhe rënd, me sytë e fryrë dhe bishtin e lëshuar vdekur pas vetes. Ai kishte pamjen e një njeriu shumë të sëmur. I mblodhi të gjithë kafshët bashkë dhe tha se kishte një lajm të tmerrshëm për të komunikuar. Shoku Napoleon po vdiste. Një ofsham dhimbje e shpërtheu mes kafshëve. U vendos kasht para dyreve të fermës, ndërsa kafshët ecën në majtë të gishtave. Me lot në sy, pyetën njëri tjetrin se si do t'u vente fati i tyre nëse udhëheqësi u merrej. Një thashëthem u përhap në fermë që thoshte se ishte topi dëborës përgjegjësi që kishte helmuar ushqimin e Napoleonit. Në orën 11, zëmpreti doli jashtë për të dhënë një njoftim të dytë. Si vendimi i tij i fundit në tokë, shoku Napoleon kishte shpallur solemnisht dekretin, kur çdo që kapej duke pirë qoftë edhe një glëng të vetë me alkool, dënohej me vdekje në vend. Gjithsesi kur erdhi mbrëmja, Napoleoni u duk se u përmirësua disi, ndërsa mëngjesin tjetër zëmpreti u tha atyre se udhëheqësi po e mposhte sëmundjen. Mbrëmjen e asaj dite Napoleoni u rikthye punës, ndërsa mëngjesin tjetër u mor vesh se Wimpy
kishte marrë porosi që të blinte në Wellington ca fletpalosje shpjeguese mbi prodhimin e birrës dhe distilimin e alkoolit. Një javë më vonë, Napoleoni dha urdhër që një parcelë e vogël përtej pemishtes, e cila më parë ishte lënë më njanë si kullot për kafshët në pension, do të plugohej. U argumentua se kullota ishte bërë sterp dhe për rrjedhoj kishte nevojë të ripunojë dhe të mbillej, por shpejt u mësua se Napoleoni kishte në plan të mbillte atë me elb. Në këtë kohë ndodhi një incident i çuditshëm, të cilin pothuajse askush nuk e kuptoi se çfarë ishte. Një natë rreth orës 12 pati një zhurmë të madhe në obor dhe kafshët dolën nga stallat me vrik për të parë. Ishte natë me hënë. Te muri në fund të haurit të madh, ku kishin shkruar të shtatur dëresat, gjende një shkallë thyer në dysh. Zëmpreti përkohësisht i trullosur gjendi i shtrirë pranë saj dhe në dorë kishte një fener, një furçë dhe një kovë me bojë të bardhë të derdhur. Qënt menjëherë krijuan një unas mbrojtje përreth zëmpretit dhe e shoqëruan atë për në vilë sapo e mori veten dhe ishte në gjendje të ecte. Asnjë nga kafshët nuk arrinte të kuptonte se për çfarë ishte e gjitha kjo, me përjashtim të plakushit Benjamin, i cili tundi turirin me pamjen e tij që di dhe dukej se e kishte kuptuar, por refuzonte të thoshte se çfarë. Por, disa ditë më vonë, Murieli, duke rilexuar të shtatur dëresat për veten, vuri re se ishte edhe një tjetër prej tyre të cilën kafshët e mbanin mend gabim. Ato patën menduar se urdhëresa e 5 thoshte: asnjë kafshë nuk duhet të pijë alkool, por në të vërtetë kishte edhe 2 fjalë që i kishin harruar. Në fakt urdhëresa thoshte: asnjë kafshë nuk duhet të pijë alkool me tepri. Kapitulli 9. Thundra e çare bokserit kërkoi shumë kohë që të shërohej. Kafshët patën rifilluar punën për rindërtimin e mullirit që ditën pas përfundimit të festimeve të fitores. Bokseri refuzoi të merrte qoftë edhe një ditë të vetë me leje nga puna dhe e bëri çështjen deri që të mos u tregonte të tjerëve se po vuante. Kloveri ja mjekoi thundrën me llap barishtesh, të cilat i përgatiste duke i përtypur. Ajo dhe Benjamini e nxitën bokserin të punonte më pak. Mushkëritë e kalit nuk mbajnë për gjithmonë, i tha ajo atij. Por bokseri nuk dëgjonte. Ai tha se kishte vetëm një ambicie të madhe të mbetur, që të shite mullirin në rrugë drejt përfundimit, para se të mbërrinte në moshën e pensionit. Në fillim, kur u formuluan ligjet e fermës së kafshëve, mosha e daljes në pension ishte caktuar në 12 vjeç për kuajt dhe derrat, 14 për lopët, 9%, 7 për delet dhe 5 për patat dhe pulat. Ishte rënë dakord edhe për pensione bujare. Megjithatë, ende asnjë kafshë nuk kishte dalë në pension, por tema e pensionimit ishte diskutuar së fundmi më shpesh. Tani që fusha e vogël përtej pemishtes ishte vënë në përdorim për elb, thuajse një cep i kullotës së madhe do të ndahej në gardh dhe do të kthehej në kullot për kafshët shumëvjeçare. Për një kalv, thuaj pensioni do të ishte 5 pound misër në ditë dhe në dimër 15 pound san me një karot ose ndoshta një mollë për ditët e festave. Ditëlindja 12 e bokserit pritej në fund të verës së vitit pasardhës. Ndërkohë jeta ishte e vështirë. Dimri ishte aq i ftohtë sa kishte qenë edhe vitin e kaluar, por ushqimi ishte edhe më i pakët. Edhe një herë, të gjitha racionet u reduktuan, me përjashtim të racioneve të derrave dhe qenve. Zëmpreti shpjegoi se nëse barazia në racione do të respektohej tepër rrept, kjo do të binte ndesh me parimet e animalizmit. Në çdo rast, ai nuk haste kurfar vështirësie kur t'i duhej t'u demonstronte kafshëve të tjera se në realitet nuk kishin mungesa ushqimore, pavarësisht se si mund të dukej. Vetëm se, përkohësisht, natyrisht, ishte para nevojshme që të bëhej një ripërshtatje racioneve. Zëmpreti gjithmonë fliste për ripërshtatje dhe kur nuk e përdorte fjalën reduktim. Por në krahasim me kohën e Jonesit, përmirësimi ishte i sërmadh. Ai u aprovonte atyre në detaje duke lexuar shifra me një zë të shpejtë dhe të mpret, se kafshët tani kishin më shumë tërshër, më shumë san, më shumë lakra nga sa kishin pasur në kohën e Jonesit. Punonin më pak orë, pinin ujë që ishte më cilësor, jetonin më gjatë, se vdekshmëria foshnjore ishte reduktuar ndjeshëm dhe se kishin më shumë kafshë në stalla e vuanin më pak nga pleshtat. Kafshët i besonin të gjitha këto.
Në fund të fundit, Jonesi dhe gjithçka që lidhej me të u ishte fashitur pothuajse fare nga mendja. Kafshët e dinin se jeta në këtë kohë ishte e ashpër dhe e thjeshtë, se shpesh ishin të uritura dhe kishin ftohtë, dhe se ato zakonisht ishin duke punuar për gjatë gjithë kohës, kur nuk ishin duke fjetur. Por padyshim që në kohët e vjetra duhet të kishte qenë më keq. Ato e besonin këtë të lumtur. Për më shumë, në kohët e vjetra, kafshët kishin qenë sklever, ndërsa tani ishin të lira, dhe kjo bënte dallim të madh, siç u avinte në dukje zëmpreti gjithmonë. Tani kishte edhe më shumë gojë për të ushqyer. Në dimër, 4 dosat kishin pjellë së bashku pothuajse njëkohësisht duke lindur 31 gica gjësej. Gicat ishin që të gjithë pullallin, ndërsa për shkak se Napoleoni ishte i vetmi harç në fermë, ishte e mundur të merrej me mend se kush ishte prindi. Më vonë u njoftua, pasi tullat dhe druri ishin blerë, se një shkollë do të ndërtohej në kopshtin e vilës. Derisa të ndërtohej shkolla, gicat po mësoheshin nga vetë Napoleoni në kuzhinën e vilës. Ata bënin stërvitin në obor, diskurajoheshin të luanin me këlyshët e kafshëve të tjera. Në kohë u bë edhe rregull që kur një derë të haste në një shtek një kafshë tjetër, kafsha tjetër duhet të hiqej më njan. Gjithashtu u caktua që të gjithë derrat, pavarësisht se çfarë rangu kishin, gëzonin privilegjin të mbanin kordele të gjelbra në bishtat e tyre në ditë të diele. Ferma pati një vit goxha të suksesshëm. E megjithatë, ishte ende ngushtë për para. Duhej të bliheshin tullat, ërëra dhe gëlqerja për shkollën, dhe do të duhej gjithashtu të fillojë të kursehej sërish për makinerinë e mullirit. Pastaj nevojitej vaj për llampat dhe qirim për vilën, sheqer për tavolinën e Napoleonit. Ai u ndalonte këtë gjë derrave të tjerë me argumentin se sheqeri të shëndosh. Dhe të gjitha zëvendësimet e zakonshme për vegla, goshë, spangoj, qymyr, tela, hekurishte dhe biskota e qensh. Një ngarkesë me bar dhe një pjesë e prodhimit të patatës u shitën, ndërsa kontrata për vezë u rrit në 600 në javë. Kështu që atë vit pulat ngrohen pothuajse po aq vezë sa nevojiteshin për ta mbajtur popullsinë e tyre në të njëjtin nivel. Racionet e reduktuara në dhjetor u reduktuan sërish në shkurt, ndërsa llampat në stalla u ndaluan me qëllim që të kursehej vaj. Por derrat dukeshin goxha komod dhe në fakt ata vetë po vinin dhjam. Një pasdreke vonë në shkurt, një aromë ngrohtë, e pasur dhe që të hapte oreksin, një e tillë që kafshët nuk e kishin nuhatur kurrë më parë, u valvit nëpër obor nga kasollja e birrës, e cila nuk ishte përdorur që nga koha e Jonesit dhe që gjendej përtej kuzhinës. Dikush tha se kjo ishte aroma e gatimit të Elbit. Kafshët e nuhatën atë në ajër të uritur dhe vran mendjen nëse për darkën e tyre po përgatitej një qull i ngrohtë. Por asgjë e tillë nuk ndodhi. Ndërsa të dielën që pasoi u njoftua se nga tani e tutje, i gjithë Elbi do të rezervohej për derrat. Fusha përtej pemishtes ishte mbjellë sa kaq me elb, dhe lajmi shpejt rodhi se cili prej derrave po merrte tani racionin e një gote me birr në ditë, ndërsa vetë Napoleoni merrte një gjysmë galoni, i cili shërbeha atij gjithmonë në takëmin e shërbimit të supës së markës Crown Derby. Por nëse kishte vështirësi për të vuajtur, kompensoheshin pjesërisht nga fakti se jeta këto ditë kishte më shumë dinjitet se sa më parë. Kishte më shumë këngë, më shumë fjalime, më shumë procesione. Napoleoni kishte urdhëruar që një herë në javë të mbajë diçka që quhej demonstrate spontane, qëllimi i së cilës kishte që të përkujtoheshin vuajtjet dhe fitoret e fermës së kafshëve. Në orën e caktuar, kafshët linin punën dhe marshonin në të 4 anët e fermës në format ushtarak, me derrat në krye, pastaj kuajt, pastaj lopët dhe pastaj delet dhe pulat. Qentë marshonin në krah, ndërsa në krye printe vetë kaposhi i zi Napoleonit. Boksiri dhe Kloveri mbanin gjithmonë një banderol të gjelbër të shënuar me një thundër dhe një bri, ku shkruhej "Rroft shoku Napoleon". Pas kësaj kishte recitime të poemave të hartuara në nder të Napoleonit dhe një fjalim nga zëmbreti i cili jepte detaje nga rritjet më të fundit në prodhimtarinë e ushqimeve. Me raste bëhej një shtën nga çiftja. Delet ishin më të përkushtuara ndaj demonstratave spontane, dhe nëse ndokush ankohej, siç bënin her pas here disa kafshë kur derrat dhe qenë nuk e kishin pranë,
Sa ato po humbnin kohë dhe po vuanin në të ftohtë, delet i mbysnin duke blegëritur. 4 këmbë mirë, 2 këmbë keq. Por në përgjithësi kafshët i pëlqenin këtë lloj festimesh. Ato zbuluan se ishte ngushëlluese që të rikujtonin se në fund të fundit kafshët ishin padrone të vetvetes, e se puna që bënin ishte në përfitim të vetë atyre. Në këtë mënyrë, fal këngëve, marshimeve, listës së shifrave të zëmbretit, të shtënës së çiftes, kakarisjeve të kaposhit të zi dhe valvitjes së flamurit, kafshët ishin në gjendje të harronin së paku përkohësisht se barqet i kishin bosh. Në prill, ferma e kafshëve u shpall republikë dhe këtu u shfaq nevoja që të zgjidhej një prezident. Pati vetëm një kandidat. Napoleoni u zgjodh në mënyrë unanime. Në të njëjtën ditë u njoftua se dokumentet të reja ishin zbuluar, ku hidhej dritë mbi bashkëpunimin e Topit të Dëborës me Johnsin. Tani dukej se Topi i Dëborës jo vetëm që ishte përpjekur që kafshët të humbnin në betejën e kasollës së lopëve, siç i kishin ditur më parë, duke bërë lojra me strategji, por haptazi kishin luftuar në anën e Johnsit. Në fakt, ai kishte qenë udhëheqës tek ushtria e njerëzve dhe kishte mësyrë në luftë me fjalët rrof njerëzimi në buzë. Plagët në kurrizin e Topit të Dëborës, të cilat disa kafshë vijonin t'i banin mend, ishin shkaktuar nga vetë dhëmbët e Napoleonit. Në mes të verës, Mojsiu, korbi, u rishfaq papritur në fermë pasi kishte mungur aty prej shumë vitesh. Ai ishte njësoj si më parë, vijonte të mos punonte dhe fliste si gjithmonë për malin e gjel sheqerit. Ai ulej në një trung, hapte krahët e tij të zi dhe fliste me orë të tëra për çdo që ishte i gatshëm të dëgjonte. Atje lart, shok, thoshte ai me solemnitet, duke bërë me shenjë në qiell me sjepin e tij të madh. Atje lart, mumatana asaj rresë së zezë, gjendet mali i gjel sheqerit, vend i lumtur, ku të gjithë ne kafshët e mira do të pushojmë përgjithmonë nga lodhet tona. Ai madje pretendoi se kishte qenë edhe vetë atje, në një nga fluturimet e tij të larta, dhe kishte parë fusha me bar dhe kek me faralini e kuadrate sheqeri që rriteshin nëpër gardhe. Shumë nga kafshët e besonin atë me arsyetimin se jetët e tyre ishin plot uri dhe plot lodhje, rrjedhimisht do të ishte shumë e drejtë që një botë më e mirë të ekzistojë diku gjatë, apo jo. Diçka më e vështirë për të kuptuar ishte qëndrimi i derave ndaj Mojsiut. Ata të gjithë hidhnin poshtë në përbusje për radhën e malit të gjel sheqerit, e megjithatë e lejonin Mojsiun të rrinte në fermë me një racion prej tekeje birë në ditë. Pasi thundra i u shërua, bokseri punoi më fort se kurrë më parë. Në të vërtetë që të gjitha kafshët punuan si sklever atë vit. Përveç punës së zakonshme në fermë dhe rindërtimit të mullirit, duhet të punonin edhe për shkollën për gicat, e cila filloi të ndërtohej në mars. Kishte raste kur orët e gjata të punës dhe ushqimi i pakët ishin të vështira për të përballur, por bokseri nuk dorëzoi kurrë. Asgjë nga ajo që ai bënte apo thoshte nuk sugjeronte në asnjë lloj mënyre se fuqia e tij ishte më e pakët tani. Vetëm pamja e tij e jashtme kishte ndryshuar disi. Lëkurën e kishte më pak të shndritshme se më parë, ndërsa shpatullat e tij të mëdha dukej sikur ishin të kurrur. Të tjerët thoshin, bokseri do të rimarr veten kur të vi bari i pranverës, por bari i pranverës erdhi dhe bokseri nuk u shëndosh. Her pas here në shpatin që të shpinte në majtë të gurores, kur ai shtrëngonte muskujt për të bartur peshën e ndonjë shkëmbi të madh, dukej sikur asgjë nuk e mbante atë në këmbë, me përjashtim të vullnetit për të ecur përpara. Në raste të tilla, buzët i formonin fjalët, do të punoj më fort, por zëri i kishte ikur. Edhe një herë Kloveri dhe Benjamini e paralajmëruan atë të kujdesej për veten, por bokseri nuk i dëgjoi. Ditëlindja e tij e 12 po afrohej. Ati nuk ja ndjente se çfarë do të ndodhte dhe dëshironte shumë që të mblidhte një sasi të bollshme gurësh para se të dilte në pension. Vonë, gjatë një mbrëmjeje vere, një thashëthem i papritur për hap nëpër fermë se diçka i kishte ndodhur bokserit. Ai kishte ikur krejt vetëm të tërhiqte një sasi gurësh për te mulliri, dhe shpejt u zbulua se thashëthemi ishte i vërtetë. Disa minuta më vonë, 2 pëllumba mbërritën për të dhënë lajmin. Bokseri është rrëzuar. Ai është rrëzuar dhe nuk mund të ngrihet në këmbë. Ma e kafshëve vrapuan për te kodrina e mullirit.
Aty gjendej bokseri mes dy krave të karrocës, me qafë të ulur për tokë, pa që në gjendje të ngrinte kokën. Syt I kishte të ngrirë, dëmthat të mbuluara me djersë. Një rëke e hollë gjaku kishte dalë nga goja e tij. Kloveri I ra në gjunjë pranë. Bokser, bërtiti ajo. Si e? Më lanë mushkërit, tha bokseri me zë të dobët. Nuk ka rëndësi, mendoj se ju do t'ja dini të ndërtoni mullirin edhe pa mua. Ka goxha kur që s'janë sjell tashmë. Mua më ka mbetur vetëm 1 muaj për të dalë në pension. Të them të vërtetën, mezi e kam pritur pensionin. Ndoshta për shkak se Benjamini po plaket dhe se ata do ta lënë atë të dalë në pension në të njëjtën kohë me mua, që të më bëj shoqëri. Na duhet ndih menjëherë, tha Kloveri. Vrapo, dikush t'i tregoj zëmpretit se çfarë ka ndodhur. Të gjitha kafshët vrapuan menjëherë pas Devila për t'i treguar zëmpretit se çfarë kishte ndodhur. Vetëm Kloveri mbeti dhe Benjamini, I cili ushtri në anën tjetër të bokserit, dhe pa folur ja mbajti mizat larg me bishtin e tij të gjatë. Pas një çerek ore u shfaq zëmpreti shumë I merakosur. Ai tha se vetë shoku Napoleon ishte informuar dhe kishte shprehur shqetësimin e tij për këtë fatkeqësi që I kishte ndodhur një prej punëtorëve më besnik në fermë. Ai po organizonte punët për të dërguar bokserin për mjekim në spital në Wellington. Kafshët nuk u ndjen shumë mirë me këtë. Me përjashtim të mollit dhe topit të dëborës, asnjë kafshë tjetër nuk ishte larguar ndonjëherë nga ferma, dhe se nuk pëlqenin të mendonin se shoku I tyre I sëmur do të binte në duart e qenieve njerëzore. Gjithsesi, zëmpreti I bindi kafshët me lehtësi se mjeku veterinar në Wellington mund ta trajtonte rastin e bokserit më mirë nga sa mund ta mjekonin vetë në fermë. Gjysmore më vonë, kur bokseri e mori veten disi, ai u ngrit me vështirësi në këmbë dhe eci çal drejt stallës, ku Kloveri dhe Benjamini I përgatitën një krevat të mirë kashte. Për gjatë 2 ditëve që pasuan, bokseri shndroi në stall. Derrat I dërguan një shishe të madhe me ilaç roz, të cilën e kishin gjetur në dollapin e ilaçeve në banjë, dhe Kloveri ja dha bokserit 2 herë në ditë pas buke. Mbrëmjeve në stall, ata I flisnin atij ndërsa Benjamini I largonte misat me bisht. Bokseri tha se nuk I vinte keq për çfarë kishte ndodhur. Nëse e merrte veten, ai mund të jetonte edhe për 3 vite të tjera, ndërsa po priste me dëshirë ditët e pashta kur ai mund të kalonte kohën në cepin e kullotës së madhe. Do të ishte hera e parë që ai do të kishte kohë të lirë dhe kishte në plan ta shfrytëzonte këtë për të përmirësuar mendjen. Ai synonte t'ia dedikonte pjesën e mbetur të jetës të mësuarit të 32 gërmave të alfabetit që I kishin mbetur pa mësuar. Gjithsesi, Benjamini me Kloverin mund të ishin me bokserin vetëm pas orarit të punës, ndërsa kur karroca erdhi për ta marrë ishte mesditë. Kafshët ishin të gjitha në punë, duke parashitur lakrat në mbikëqyrjen e një derri kur u çuditën duke parë Benjaminin që erdhi me vrap nga drejtimi I ndërtesave të fermës, duke bërtitur me të madhe. Ishte hera e parë që e shihnin Benjaminin duke bërtitur. Në të vërtetë ishte hera e parë që e shihnin duke vrapuar. Hajdeni shpejt, bërtiti ai. Tani me një herë, po e marrin bokserin. Pa pritur urdhër nga derri, kafshët e braktisën punën dhe vrapuan për të ndërtesa e fermës. Atje pa një karrocë të madhe të mbyllur të tërhequr nga 2 kuaj, me shkrimen në anën e saj dhe me një burr me pamje rufjani, me një kapele republike të ulur në postin e karrocerit. Stalla e bokserit ishte bosh. Kafshët u mblodhën përreth karrocës. Mirupafshim bokser, brohoritën së bashku. Mirupafshim. Budallej, bërtiti Benjamini duke hedhur përpjet dhe duke gërryer tokën me thundrat e tij të vogla. Budallej, a nuk e lexoni se çfarë shkruhet në karrocë? Kjo I shtyu kafshët të mendonin dhe pati një trazim. Murieli filloi të lexojë gërm pas gërme, por Benjamini e shtyu më njanë dhe në mes të një heshtjeje vdekje lexoi. Alfred Simons, kasap kuajsh, prodhues vinovili Wellington. Tregtar lëkurash dhe kockash. Ushqim për qen. A nuk e kuptoni se çfarë do të thotë? Ata po e çojnë bokserin te kasapi. Një ulurim të merri shpërtheu nga të gjitha kafshët. Në këtë çast burri te kuvilja e karrocierit I ra me kamxhik kuajve dhe karroca lëvizi me trokollim.
Të gjitha kafshët e ndoqën duke u lëritur me sa zë kishin. Cloveri vrapoi përpara. Karroca filloi të marrë shpejtësi. Cloveri tentoi të arrijë me galop dhe përtiti të dritarja e vogël e karrocës. Boxer, boxer, boxer! Dhe pikërisht në këtë çast, a thua se ai e kishte dëgjuar rrokopujen jashtë, fytyra e bokserit me shiritin e tij të bardhë përgjatë hundës u shfaq në dritaren e vogël. Boxer, bërtiti Cloveri me një zë të tmerrshëm. Boxer, dil jashtë me një herë, po të çojnë drejt vdekjes. Kafshët e tjera u bashkuan duke bërtitur. Dil jashtë, Boxer, dil jashtë. Por karroca sa kaq po merrte shpejtësi dhe po u largohej atyre. Nuk u mor vesh nëse Boxeri e kuptoi se çfarë i tha Cloveri, por një çast më vonë fytyra e tij u zhdu nga dritarja dhe pati një zhurmë të tmerrshme të thundrave të tij që godisnin brenda karrocës. Ai po përpiqej të shpëtonte. Një herë një kohë disa shkelma nga thundrat e Boxerit do ta kishin çarë karrocën dhe do ta bënin fije shkrepseje. Por sa keq, fuqitë e kishin lënë atë dhe pak çaste më vonë përplasjet e thundrave u bën më të zbeta dhe vdiqën. Të dëshpëruara kafshët filluan të luten dy kuajve që tërhiqnin karrocën. Shok, shok, bërtitën kafshët. Mos e çoni vëllan tuaj drejt vdekjes. Por bishtat budallaqe ishin tepër ignorante për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Ato thjesht mbyllën veshët dhe nxituan përpara. Fytyra e Boxerit nuk rishfaqte dritarja. Tepër vonë, ndërkush mendoi të vraponte përpara për të mbyllur derën me 5 shula. Por edhe një çast tjetër dhe karroca e kapërceu atë për të zhdukur të poshtë rrugës. Kafshët nuk e pan më Boxerin kurrë. 3 ditë më vonë u njoftua se ai kishte vdekur në spital në Wellington, pavarësisht se mori të gjithë vëmendjen që mund t'i jepej një kali. Zëmpreti erdhi t'ua jepte lajmin të tjerëve. Ai tha se kishte qenë i pranishëm në orët e fundit të Boxerit. Ishte pamja më prekse që kam përjetuar ndonjëherë, tha zëmpreti, duke ngritur 2 thundraken e tij për të fshirë një lot që i ra në sy. Isha pranë krevatit të tij deri në fund. Dhe në fund pothuajse i pafuqishëm për të folur, ai më përshpëriti në vesh se pengu i tij i vetëm ishte që iku nga kjo botë para se mulliri të përfundonte së ndërtuari. Para, shok, pshërëtiu ai. Para, në emër të kryengritjes. Rroft ferma e kafshëve. Rroft shoku Napoleon. Napoleoni ka gjithmonë të drejtë. Këto ishin fjalët e tij të fundit, shok. Këtu toni i të folurit të zëmpretit ndryshoi papritur. Ai ra në heshtje për një çast me sytë e vegjël që hodhën vështrime dyshuese nga njëra anë në tjetrën para se të vijonte. Ai tha se kishte marrë vesh se një shpifje dashakeqe ishte qarkulluar së fundmi. Disa kafshë kishin vënë re se karroca me të cilën Boxeri mor me vete shkruante kasap huajsh dhe kishin nxituar të dinin në konkluzionin se Boxeri ishte dërguar për t'u therrur. Ishte pothuajse e pabesueshme, tha zëmpreti, se një kafshë mund të jetë kaq budallaqe. Me siguri bërtiti ai i ndijuar, ndërsa tunde bishtin dhe zhvendoste shikimin nga njëra anë në tjetrën, me siguri që udhëheci i tyre i dashur, udhëheci shoku Napoleon, ishte më i zgjuar se kaq? Shpjegimi në të vërtetë ishte i thjeshtë. Karroca kishte qenë më parë pronë e kasapit dhe ishte blerë së fundmi nga veterineri, i cili nuk e kishte lyer ende atë. Kjo ishte arsye e keqkuptimit. Kafshët u letësuan shumë kur e dëgjuan këtë, dhe kur zëmpreti vijoi më tutje duke dhënë një përshkrim grafik të Boxerit në shtratin e vdekjes, kujdesin admirueshëm që ai kishte marrë dhe ilaçet e shtrenjta të cilat Napoleoni pagoi pa marrë parasysh kostot, dyshimet e tyre të fundit u zhdukën, dhe trishtimi që ndjen për vdekjen e shokut të tyre u zbut, nga mendimi se në fund të fundit ai kishte vdekur i lumtur. Vetë Napoleoni u shfaq në takim të dilën që pasoi për të shpallur një ovacion të shkurtër për nder të Boxerit. Ai tha se nuk ishte qenë e mundur të sillej pas trupi shokut të tyre të ndjerë, por se ai kishte urdhëruar që një kurore e madhe të bëhej me dafinat e kopshtit të vilës për t'i dërguar të varri i tij. Ai shtoi se disa ditë më vonë dera do të mbanin një banket për kujtimor në nderim të Boxerit. Napoleoni i dha fund fjalimit të tij duke u rikujtuar të pranishmëve 2 maksimat e famshme të Boxerit.
Unë do të punoj më fort dhe shoku Napoleon ka gjithmonë të drejtë. Maksima, tha ai, që çdo kafshë do të duhet t'i mbajë si të vetat. Në ditën e caktuar të banketit, karroca ushqimores erdhi nga Wellingtoni për të dorëzuar një ark të madh druri në fermë. Atë natë pati të kënduara të mëdha, të cilat u pasuan nga ajo që ngjante se ishte një sherr i dhunshëm, që u mbyll rreth orës 11 me një përplasje të frikshme qelqurina që thyeshin. Në ditën që pasoi, asgjë nuk u dëgjua nga vila deri vonë pas dreke dhe pati fjalë rrotullse nuk dihej se si, por derat kishin siguruar parat për t'i bler vetes një ark tjetër me whisky. Kapitulli 10. Vitet kaluan, stinët erdhën dhe ikën, ndërsa jeta e shkurtër e kafshëve flutëroi tutje. Erdhi koha kur nuk kishte mbetur më askush tjetër për të mbajtur mend ditët para kryengritjes, me përjashtim të Cloverit, Benjaminit, Korbit, Mojsiu dhe disa prej derrave. Murieli kishte vdekur, Zilka Blu, Jesi dhe Veshpreri kishin vdekur, edhe vetë Jonesi kishte vdekur. Ai vdiq në një azil për të alkolizuarit në një anë tjetër të vendit. Topi dëborës ishte harruar, bokseri ishte harruar për të gjithë, me përjashtim të paktëve që e kishin njohur. Cloveri tashmë ishte një pel plake ngathët me kyçe të fryra dhe me sy të ujshëm. Ajo ishte 2 vjet më e madhe se sa mosha e pensionimit, por në fakt asnjë kafshë nuk ishte pensionuar ndonjëherë. Diskutimi për të darë një cep të kullotës për kafshët shumë të vjetra nuk ishte hapur tashmë prej kohësh. Napoleoni ishte tashmë një derr i rritur që peshonte 150 kg. Zëmpreti ishte aq i shëndosh sa nuk arrinte të shinte përtej llapave të syve të vet. Vetëm Benjamini Plak ishte pak a shumë njësoj si gjithmonë, megjithse në noç ishte pak më i hirt, ndërsa që nga vdekja e bokserit ishte edhe më i ngrysur dhe i heshtur se më parë. Tashmë kishte më tepër kafshë në fermë, megjithse rritja nuk ishte aq e madhe sa kishte qenë në vitet e para. Shumë kafshë kishin lindur pas kryengritjes, dhe për to ajo ishte thjesht një legjendë nga e kaluara, të cilën ja kishin rrëfyer prindërit. Kafshët të tjera ishin blerë dhe nuk kishin dëgjuar kur diçka të tillë para se të mbërrinin. Ferma tashmë kishte 3 kuaj përveç Cloverit. Ato ishin kafshë të shkëlqyera, shumë punëtore dhe shok të mirë, por shumë budallaqe. Asnjëri prej tyre nuk rezultoi afsh të mësonte alfabetin përtej gërmës B. Kafshët pranonin çdo gjë që u thuaj mbi kryengritjen dhe parimet e animalizmit, veçanërisht nga Cloveri, për të cilin kishin shumë respekt, por ishte dyshim nëse kuptonin ndonjë gjë nga çfarë u thuaj. Ferma tashmë ishte më e pasur dhe organizuar më mirë. Ajo ishte zgjeruar me 2 fusha të cilat ja blen zotit Pillington. Mulliri më në fund u ndërtua dhe ferma posedonte një makineri grirjeje dhe një ashensor për sanën, si dhe ndërtesa të reja ishin shtuar. Wimperi kishte bler vetes një karrocë zotërinjsh. Gjithsesi në fund të fundit, mulliri nuk ishte përdorur për të gjeneruar energji elektrike. Ai përdorej për të bluar dritë, me këtë punë nxirrte fitime të majme. Kafshët ishin duke punuar fort për ndërtimin një mulliri të dytë. Kur të përfundonte ai, u thuaj do të instaloheshin dinamot. Por lukset për të cilat topi të borës u kishte folur dikur kafshëve dhe i kishte bërë të ndërronin stallat me dritë elektrike dhe ujë të ngrohtë të ftohtë, si dhe java 3 ditëshe e punës, këto ishin gjëra për të cilat nuk flitej më. Napoleoni kishte denoncuar ide të tilla si në kundërshtim me frymën e animalizmit. Lumturia e vërtet, thoshte ai, është që të punosh fort dhe të jetosh me kursim. Në një farë mënyre dukej se ferma ishte bërë e pasur pa i bërë vetë kafshët më të pasura, me përjashtim të derrave dhe qenve. Ndoshta kjo ndodhi për shkak se tashmë kishte kaq shumë derra e qenë dhe nuk është se këto krijesa nuk punonin. Zëmpreti nuk u lodh kurrë së shpjeguari se kishte punë pafund për t'u bërë për mbikëqyrjen dhe organizimin e fermës. Shumica e kësaj pune ishte e llojit të tillë që kafshët e tjera ishin tepër ignorante për ta kuptuar. Për shembull, zëmpreti u tha atyre se derrat duhet të shpenzonin shumë mund ditë pas dite duke punuar me disa gjëra misterioze që quheshin dosje, raporte, proces verbale, memorandume. Këto ishin fletë të mëdha letre të cilat duhet të mbuloshin
gjeshur në të shkruar dhe sapo ato mbuloheshin tërësisht, hidheshin në furnal për të djegur. Kjo ishte më rëndësi të madhe për mirëqendjen e fermës, u thoshte zëmpreti. Por sërish as derrat dhe as qenë nuk prodhonin asnjë ushqim me punën e tyre, dhe kishte shumë prej tyre që të gjithë me oreks të shkëlqyer. Sa për të tjerët, për Ajsadinin, jeta ishte njësoj siç kishte qenë gjithmonë. Kafshët, në përgjithësi, ishin të uritura, flinin në kasht, pinin ujë të pellgu, punonin në fusha, në dimër kishin ftohtë, ndërsa gjatë verës i bezdisnin mizat. Kishte raste kur më të moshuarit prej tyre gërmonin në kujtime dhe përpiqeshin të përcaktonin nëse ditët e hershme pas kryengritjes, kur përzënia e Jonesit ishte ende e freskët, gjërat kishin qenë më mirë apo më keq se sa tani. Por kafshët nuk arrinin të mbanin mend mirë. Nuk kishte asgjë të cilën të mund ta krahasonin me jetët e tyre aktuale. Nuk kishin asgjë me përjashtim të listës së shifrave të zëmpretit, të cilat në mënyrë të vazhdueshme demonstronin se çdo gjë ishte më mirë edhe më mirë. Kafshët dolën në konkluzionin se ky problem nuk kishte zgjidhje. Në fund të fundit kishin edhe shumë pak kohë për të menduar për gjëra të tilla. Vetëm Benjamini plak tregonte sa i mbante mend çdo detaj nga jeta e tij e gjatë dhe e dinte se gjërat nuk kanë qenë kurrë dhe as nuk mund të bëhen kurrë shumë më mirë ose shumë më keq nga sa janë. Uria, vështirësitë, zhgënjimet janë ligj i pandryshueshëm i jetës, u thoshte Benjamini. Megjithatë, kafshët nuk rreshtën kurrë së shpesuari. Për më shumë, ato nuk e humbën kurrë, as edhe për një çast, ndjenjen e nderit dhe privilegjit që rriste nga të qenit antar të fermës së kafshëve. Madje vijonin të ishin e vetmja fermë në të gjithë vendin, në të gjithë Anglinë, në pronësinë dhe menaxhimin e kafshëve. Asnjë prej tyre, as më të rinjt, e madje as ata që ishin bler nga ferma të tjera, 10 apo 20 kilometra larg, nuk pushuan kurrë së habituri me këtë fakt. Dhe kur dëgjonin çiften që i honte dhe shikonin flamurin e gjelbër që valvitej në shtyllë, zemrat e tyre mbusheshin me krenari të pavdekshme. Ndërsa bisedat ktheheshin gjithmonë drejt ditëve të vjetra heroike të përzënies së Jonesit, të shkrimit të shtaturdhëresave të betejave të mëdha, në të cilat pushtuesit njerëzit ishin poshtur. Asnjë nga ëndrat e vjetra nuk ishte braktisur. Republika e kafshëve, për të cilën kishte paralajmëruar majori Plak, kur fushat e gjelbra të Anglisë nuk do të shkelnin më nga këmbët e njerëzve, vijoi të besohej. Një ditë ajo do të vinte, mund të ndodhte shpejt, mund të mos ndodhte brenda jetës së secilës kafshë të gjallë sot, por sërish do të ndodhte. Edhe melodia kafshët e Anglisë, ndoshta vijonte të mërmëritej fshehura as janë këtej, në çdo rast ishte fakt se çdo kafshë në fermë e dinte atë, megjithse asnjëra prej tyre nuk guxonte ta këndonte me zë të lartë. Jetët e tyre mund të ishin me të vërtetë të vështira dhe shpresat e tyre të paralizuara, por sërish ato ishin të vetëdijshme se nuk ishin si kafshët e tjera. Nëse ato ishin të uritura, kjo nuk vinte nga që po ushqinin qenie njerëzore tiranike. Nëse punonin më fort, së paku punonin për vete. Asnjë krijesë mes tyre nuk ecte me dy këmbë. Asnjë krijesë nuk quante një krijesë tjetër pa dron. Të gjitha kafshët ishin të barabarta. Një ditë, herët në pranverë, zëmpreti urdhëroi delet ta ndiqnin atë dhe i çojnë në një copë tokë të papunuar në cepin tjetër të fermës, e cila ishte mbuluar me fidan klepi. Dhe delet e kaluan të gjithë ditën atje duke u sorollatur përmes gjethave në mbikëqyrjen e zëmpretit. Në mbrëmje ai ktheu vetë në vil, por për shkak se ishte moti ngrohtë, u tha deleve të qëndronin ku ishin. Delet mbetën atje për një javë të tërë, gjatë të cilës kafshët e tjera nuk i pan fare. Zëmpreti ishte me to për pjesën më të madhe të ditës. Ai tha se po mësonte atyre të këndonin një këngë të re. Puna kërkonte qetësi. Menjëherë pas kthimit të deleve, një mbrëmje të këndshme, pasi kafshët kishin mbaruar punën dhe po ktheheshin te ndërtesat e fermës, një hingëllim me tmerruar kalish shpërtheu nga oborri. Të befasuar kafshët ndaluan. Ishte hingëllima e Cloverit. Ajo hingëlliu sërish dhe të gjitha kafshët shpërthyen në galop dhe vrapuan për në obor. Aty pan se çfarë kishte parë Cloveri. Ishte një derë që po ecte në këmbët e pasme.
Po, ishte zëmpreti. Ishte diçka e çuditshme sepse ai nuk ishte shumë i mësuar që të mbështeste të gjithë djamin e tij të stërmadh në atë pozicion, por ruajti një balancë të përsosur kur po ecte nëpër obor. Dhe një çast më vonë nga dera e vilës dolën në rresh derat që të gjithë duke ecur në këmbët e pasme. Disa e bënin këtë më mirë se të tjerët. Një apo dy e humnin një fije ekuilibri, por që të gjithë arritën ta bënin një xhiro të plotë të oborrit me sukses. Dhe në fund, pas një leje rrënqese të qenve dhe një kakarisje të hollë nga kaposhi, doli vetë Napoleoni në mënyrë mallështore drejt duke hedhur vështrime drejt kryelarti, majtas dhe djathtas, ndërsa qenë luanin përreth tij. Ai kishte një kamxhik në dy thundraken e tij. Pati një heshtje vdekjeje. Të çudituara të tneruara duke u mbledhur bashkë, kafshët pan rreshtin e gjatë të derave që marshohej ngadalë nëpër obor. Ishte sikur bota të ishte kthyer përmbys. Pastaj erdhi një çast kur tronditja e parë kaloi dhe pavarësisht të gjithave, pavarësisht terrorit të qenve dhe vesit të zhvilluar përgjatë viteve, të mos ankuruarit kurrë, të mos kritikuarit kurrë për çfarëdo gjëje që ndodhte, kafshët u bën gati të nxjerrin një fjalë protestuese. Por pikërisht në atë çast, a thua se me komandë, të gjitha delet shpërthyen me një blegërinë të tmerrshme. 4 këmbë mirë, 2 këmbë edhe më mirë. 4 këmbë mirë, 2 këmbë edhe më mirë. 4 këmbë mirë, 2 këmbë edhe më mirë. Kjo vijoi për 5 minuta pa ndalesë, dhe në kohën kur delet pushuan, shansi për të nxjerrë një fjalë protestuese kaloi, sepse derat u kthyen pas te vila. Benjamini ndjeu një hund në shpatull. Ai pa rrotull, ishte Cloveri. Sytë e saj të moshuara dukeshin më të zbeta se kurrë më parë. Pa thënë asnjë fjalë, ajo e shtyu but dhe e mori me vete për të mori në fund të haurit të madh, ku ishin shkruar 7 urdhëresat. Për 1 apo 2 minuta, kafshët qëndruan aty duke parë murin e zi me gërmat e bardha. Syt po më lën, tha ajo në fund. Edhe kur isha e re nuk dija të lexoja se çfarë ishte shkruar këtu. Por gjithsesi, mua më duket se muri duket ndryshe tani. A janë të 7 urdhëresat njësoj siç kanë qenë, Benjamin? Këtë herë Benjamini e shkeli rregullin e vet dhe lexoi me zë të lartë çfarë ishte shkruar në mur. Nuk kishte asgjë atje përveç se një urdhërese të vetme. Ajo thoshte: të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshët janë edhe më të barabarta. Ditën tjetër nuk u duk as pak e çuditshme kur derat që po mbikëqyrnin punët në fermë kishin që të gjitha nga një kamzhik në 2 thundrake. As nuk u duk e çuditshme që derat i kishin siguruar vetes një radio dhe po organizonin instalimin e një telefoni. Ata kishin bërë abonim të revista John Bull, të Tidbits dhe të Daily Mirror. As nuk u duk e çuditshme kur Napoleoni u pa duke shëtitur në kopshtin e vilës me një lull në dorë. Madje as nuk u çuditën kur derat morën rropat e të zotit Jones te garderoba dhe i veshën, ndërsa vetë Napoleoni mbante një pallto të zezë, kilota dhe brez lëkure, kurse doza e tij e parapëlqyer veshi një fustan mëndafshi nga ato të cilat zonja Jones i vishte të dielave. Një javë më vonë, një mbrëmje, një numër karrocash zotërinjsh erdhën në fermë. Një delegacion nga ferma Shinje ishte ftuar për një turne inspektimi. Atyre ju treguan të gjithë fermën dhe ata shprehen admirim të madh për çdo gjë që pan, veçanti për mullirin me erë. Kafshët ishin duke parashitur parcelen dhe lakrave. Punonin shumë mirë, pothuajse pa e ngritur kurrë kokën nga toka, dhe pa ditur nëse duhet të kishin më shumë frikë derat apo vizitorët e tyre njerëz. Atë mbrëmje, të qeshurat të mëdha shpërthyen nga vila, dhe pa pritur në zhurmën e zërave të ngatëruar, kafshët u mbërthyen nga kurioziteti. Çfarë ishte duke ndodhur atje, tani që për herë të parë kafshët dhe njerëzit po takoheshin si të barabartë? Një herazi u ngritën sa më pak zhurmë që të mundej për të vajtur te kopshti i vilës. Te dera ndaluan, gjysmë të friksuara, por Cloveri shtyu përpara. Ecën në majtë të gishtave deri te vila dhe ato kafshë që ishin mjaftueshëm të larta, pan përmes dritares së sallës së ngrënies. Atje përreth një tavoline të gjatë, ishin ulur një gjysmë dyzinë fermerësh dhe një gjysmë dyzinë nga derat më të sërës.
Vetë Napoleoni kishte zënë karrigen e nderit në krye të tavolinës. Derat dukeshin të rësisht rehat në karriget e tyre. Shoqëria kishte qenë duke luajtur me letra, por kishin ndaluar për një çast, siç duket, për të porositur një pije për dolli. Një kan e madhe qarkulloi dhe kupat u rimbushën me birr. Askush nuk i vuri re fytyrat e çuditura të kafshëve të cilat shikonin nga dritarja. Zoti Pilington i Zabetit të Dhelprës ishte ngritur në këmbë me kupën në dorë. Në një çast ai tha se do t'i kërkonte shoqërisë së pranishme të ngrinin dolli, por para se ta bënte këtë, ndjente se kishte disa fjalë për të thënë. Ishte një kënaqësi e madhe për të, dhe natyrisht për të gjithë të pranishmit që një periudhë e gjatë keqkuptimi dhe mosbesimi mes tyre kishte marrë fund. Kishte qenë një kohë, jo se ai apo ndonjë nga të pranishmit e tjerë kishin pasur ndjenja të tilla, por kishte pasur një kohë kur pronarët e respektuar të fermës së kafshëve ishin parë, ai mund të thoshte me një farë armiqësie e madje edhe në një farë mënyre me mosbesim nga fshinjët e tyre njerëz. Incidentet të pakëndshme kishin ndodhur, idetë të gabuara kishin qenë të modës. Ishte ndjerë se ekzistenca e një ferme nën pronësinë dhe drejtimin e derave ishte në një farë mënyre anormale, dhe sa ajo do të kishte efekt rrëzues te fshinjët. Ishin të shumë fermerët që kishin supozuar në mënyrë të pabas se një fermë e tillë do të sillte një farë mungese disipline dhe frymë lirie. Ata kishin qenë nervoz për efektin që kjo do të kishte mbi kafshët e tyre, por edhe mbi të punësuarit njerëz. Por dyshimet të tilla tashmë ishin fashitur. Sot ai dhe shokët e tij kishin vizituar fermën e kafshëve dhe kishin inspektuar çdo inç me sytë e tyre, dhe çfarë kishin gjetur? Jo vetëm metodat më të mira, por edhe një disiplinë dhe rregull që duhet të merret si shembull për të gjithë fermerët gjithkund. Ai besonte se e kishte saktë, po të thoshte se kafshët më të ulta në fermën e kafshëve bënin më shumë punë dhe merrnin më pak ushqim se ta kafshët e të gjitha fermave në vend. Në të vërtetë, ai dhe të ftuarit e tjerë kishin vënë re praktika shumë të mira të cilat kishin në plan t'i kopjonin dhe t'i përdornin edhe ata në fermat e tyre menjëherë. Ai do të jepte fund fjalës së tij duke theksuar edhe një herë ndjenjat njësore që ndjendeshin dhe duhet të gjendeshin mes fermës së kafshëve dhe fshinjëve të saj. Mes derave dhe njerëzve nuk kishte dhe nuk do të ketë arsye për të pasur kurfar përplasjesh interesash. Përpjekjat dhe vështirësitë e tyre ishin të përbashkëta. A nuk ishte problemi i punës gjithandej njësoj? Këtu u bë i qartë se zoti Pilington ishte duke u bërë gati të nxirrte ndonjë shprehje të mençur, të përgatitur me kujdes që më parë, por për një çast ai u mbyt nga gëzimi, aq sa nuk arriti ta shqiptonte. Pas shumë përgëzimeve, gjatë të cilave një nga palat e qafës ju kthye në gjyrma vi, ai ja doli të thotë: "Nëse ju keni kafshët më të ulta për t'u marrë, tha ai, ne kemi klasat tona më të ulta." Këto fjalë të mençura e ngritën tavolinën në brohoritje dhe zoti Pilingtoni përgëzoi edhe një herë derrat për racionet e vogla, orët e gjata të punës dhe mungesën e përgjithshme të çuarit të kohës dëm që ai kishte vërejtur te ferma e kafshëve. Dhe në fund ai kërkonte nga shoqëria të ngrihej në kënd dhe të sigurojë se e kishte gotën plot. "Zotërinj," tha zoti Pilington. "Zotërinj, një dolli për lulëzimin e fermës së kafshëve." Pati shumë gëzim, hare dhe përplasje këmbësh. Napoleoni u ndjek kaq mirë sa u ngrit nga karriga e vet dhe erdhi deri në anën tjetër të tavolinës për të trokitur kupën me atë të zotit Pilington, para se ta zbraste në fund. Kur brohoritjet mbaruan, Napoleoni, i cili kishte mbetur në këmbë, u tha të pranishme se edhe ai kishte disa fjalë për të thënë. Si të gjitha fjalimet e Napoleonit, ai ishte i shkurtër dhe koncis. Edhe Napoleoni tha se ishte i lumtur që periudha e keqkuptimeve kishte marrë fund. Për një kohë tepër të gjatë kishte pasur thashëtheme të përhapura. Ai kishte arsye ta besonte këtë nga ndonjë armik dashakeq, se kishte diçka subversive e madje edhe revolucionare në pamjen e jashtme të tij dhe të kolegëve të tij. Atyre ishte faturuar përpjekja për të shtyrë në rebelim kafshët e fermave fshinje. Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës se sa kjo. Dëshira e tij e vetme, tani edhe në të shkuarën, ishte që të jetoni në paqe dhe në marrëdhënie normale biznesin me fshinjët. Kjo fermë, të cilën ai kishte nderin ta kontrollonte, ishte një spermarrje kooperativ. Titujt e pronësisë, të cilat i kishte ai në pseudonim, ishin nën pronësinë e përbashkët të derrave.
A i tha se nuk besonte se ndonjë nga ndryshimet e vjetra vijonte, por megjithatë disa ndryshime ishin bërë së fundmi në rutinën e fermës, ndryshime që synonin të promovonin më tutje besimin e të fituar. Deri në këtë pikë, kafshët kishin pasur zakonin prej budallaj që i drejtoheshin njëri tjetrit me shok shoqe. Kjo do të ndalohej menjëherë. Kishte pasur gjithashtu një zakon të çuditshëm, origjina së cilës ishte e panjohur për marshimin çdo të diel në mëngjes para një kafke derri që ishte vënë në një podium në gardh. Edhe kjo do të ndalohej. Kafka ishte groposur sa kaq. Vizitorët e tij duhet ta kishin vënë në re gjithashtu flamurin e gjelbër që valvitej. Dhe nëse e kishin vënë re këtë, atëherë do ta kishin vënë re edhe këtë tjetrën që thundra dhe bliri i bardhë me të cilën ishin shënuar më parë flamuri, tani nuk ishin më. Tani e tutje do të ishte thjesht një flamur i gjelbër. Napoleoni kishte vetëm një kritik ndaj fjalimit të shkëlqyer dhe miqësor të zotit Pillington. Zoti Pillington ju referua në tërësi fermës së kafshëve. Ai natyrisht nuk e dinte, sepse Napoleoni po e shpallte për herë të parë se ferma e kafshëve ishte anuluar. Për rrjedhoj, ferma tani do të njihej si ferma e çiftligut të Beut, e cila besonte ai ishte emër origjinal. Zotërinj, konkludoi Napoleoni, unë do të ngrë të njëjtin ndolli si më parë, por në një formë tjetër. Mbushini gotat plot. Zotërinj, kjo është ndollia ime, për mirëqenien e fermës së çiftligut të Beut. Pati njësoj brohoritje të përzemërta si më parë dhe kupat u zbrasën deri në fund, por ndërsa kafshët jashtë pan skenën, atyre ju duk se diçka e çuditshme po ndodhte. Çfarë po ndodhte që fytyrat e derrave po ndryshonin? Sytë e dobët të Cloverit lëvizën nga njëra fytyrë te tjetra. Disa prej tyre kishin 5 pala rreth gojës, disa 4, disa 3. Po çfarë dukej sikur po shkrihej e po ndryshonte? Pastaj duar trokitja përfundoi. Shoqëria kapi letra data vijuan lojën që ishte ndërprerë. Kafshët u tërhoqën në heshtje për të kthyer në stall, por nuk kishin ikur as 20 metra kur ndaluan. Një rokopuj zërash erdhi nga vila. Kafshët vrapuan pas dhe pa nga dritarja sërish, por kishte një sherp të dhunshëm aty. Pati britna për plasje tavolina, shikime shumë të dyshimta, mohime të prera. Burimi i këtij telashi ishte që si Napoleoni ashtu dhe zoti Pillington ishin përpjekur në të njëjtën kohë t'ia rrasin njëri tjetrit nga një derë maç. 12 zëra po bërtisnin të zemëruar dhe që të gjithë ishin njësoj. Prej këtu u kuptua se çfarë kishte ndodhur me fytyrat e derrave. Kafshët jashtë pa nga derri te njeriu dhe nga njeriu te derri dhe nga derri te njeriu sërish. Por sa kaq ishte e pamundur të vije re se kush ishte derri dhe kush njeriu.